Policia shoqëron Luanin që rrezikoi jetën e qytetarit e mbani si kafshë shtëpiake në Fier. Personat që shikonin në këtë video të bërë virale janë pronari Luanit dhe miku i tij që kujdeset për ta ushqyer. Kafsha e rrezikshme që mbahet si mace shtëpie ndodhet në fshatin Zharrës të Fierit. Banorët e fshatit e dinë mirë historinë e fqinjit të tyre që mban si kafshë shtëpiake një Luan. Kjo është banesa, por sot atje nuk duket Luani, që duket se është larguar pas bërjes virale të një video e cila ka rënë edhe në dorën e policisë, për shkak të rrezikshmërisë që paraqet kjo kafshë, e cila nuk duhet të mbahet në banesë. Policia e Fierit ka ngritur një grup të posaçëm pune për të trajtuar rastin për shkak të natyrës veçantë që ai paraqet. Policia po bashkëpunon me autoritetet përkatëse për të marrë masat urgjente që sigurojnë jo vetëm largimin e kafshës nga ambienti i banimit, por edhe ndëshkimin e përgjegjësve sipas ligjit. Sipas policisë, mbajtja e një kafshë të egër dhe të rrezikshme si Luani në ambientet e shtëpisë është jo vetëm e papërgjegjshme, por përbën një kërcënim të drejtë për drejtë për sigurim publike.